ministri tash e ish kryeparlamentari e ka pas edhe një vizit me sa e di për mes media që e kam po. Është mirë që ka shku, po mendoj që është dashur me shku ma shpesh, jo edhe jo pse ata nështë kam pas nevoj, por kur je bashkë si institucionit i Republikës, dhe më thonë nuk i obligime vetëm personale dhe partijake, nuk po du me full për politikë son të këto, por nuk e kemi ba as një betej të shtetit ton me shtetin sërb në këtë front, të ministrat, të ambasadorëve, të lubit, të deklaratave. Kemi pa vetëm deklarata që na pe pagujmë mbrojtje, na kupton? Dhe më thonë, kështu deklaratash, kemi pa luftë të mbrëmshme politike mes partive rreth krijimit të institucioneve, dhe më thonë, ka qenë një lloj kohë me Republika në këtë periudhë, sa i përket gjykatës speciale, dhe më ka qenë gjysmë me vdekne, për arsye se s'ka qenë mishrume me procesin, nuk ka pas qasje përmes përcjelljes institucionale mrenda atje, dhe më thonë, aty u bon një trinëm, dhe më thonë, aty ka qenë prokuroria që thash pare si punëtor edhe argat të shtetit sërb, ka qenë shteti Serbis me krejt potencialet ekonomike, propaganduse, politike për me bokit dënim, edhe thjesht ka qenë ushtria shlirimtare, apo ish ushtarët e ushtrisë shlirimtare dhe të akuzumit aty, edhe të mundu me qitë në pa të vërtetën. Qysh kërkuën ata sot, dhe më onë që ata kërkuën, dhe më onë të nxirret e vërteta në pa. Dhe më thonë, nuk kanë kërku as me falë, edhe pse janë të akuzuar, por të nxirret e vërteta në pa. Pse po them to? Se na i besojmë punës tonë, edhe e dim që tha edhe dëshmia e Rexha, cili tha, ne e dim çka kemi bë. Ne e njohim vetveten. Dhe më thonë, ata dëshmitar i dim kush janë. Nuk kaike këtu kur gja, ka pas akuza, ka pas mendime edhe këtu mrena për mrena Republikës që dëshmitarët e Serbisë nuk mu i rujmë si margaritarë, sidomos në këtë periudhë. Na kemi pas edhe bashkëpunëtor edhe gjatë periudhës ma hershme para luftës, që kanë qenë nostalgjik të Jugosllavisë e të Serbisë. Kemi pas bashkëpunëtor tyne edhe gjatë luftës, që na kanë luftu edhe na u kanë sul me forcat serbe, që shke dënimi i këtina djallit 12 vjetë për masakrën e Izbicës. Madh një shqiptar ka veshur uniformë serbe, kanë gjitë mos në kokë edhe ka vra shqiptar, gra e fëmijë. Dhe me thonë s'kem qka i ruj, mune për veti personalisht si ruj. Edhe ku të di kum demasku edhe publikisht, edhe i kum full edhe para media. Dhe me thonë, pse nuk mu i ruj? Se nuk janë margaritarë. E tash në këtë kontest të thamë që jenë konë një lloj kume, për arsye se është dashur me konë vigilente, çka po ndodh me neve. Më thonë, sot ka ardhur fundi, që tha avokati është, domthonë prej këtij momenti, po, edhe krejt institucionet me dal në ofanzivë, që kanë pas shumë të drejtë, domthonë kanë pas shumë të drejtë, jo me dal për me nxirr ata për arsye se ata kanë bo krime, po vetëm me tregu të vërtetën. Po kjo është e mirë, kjo është e mirë që ka shku. Unë e kam në respekt veçantë për Glaukun, domthonë një edhe pa politike edhe pa konkret parlamentar, e di që vjen prej një familje prej një babe të burgosur politik, kam në respekt veçantë si djalë dhe mendoj që domethënë është prej familjeve të mira. Edhe është e vërtet që ka dalë edhe prej asoj mbrellës politike, se ka qenë në vizit atje, është ndërë kur një minister apo një barë institucionit vjen. Dhe të jetë pranishëm, po. Edhe djerë, zotëri Llavashtica, pra si që përmenda në marshin protestues në pasu një mbështetje masive, një pjesëmarrje shumë madhe të qytetarëve, por edhe figurave politike, përfshirë dhe politikanë. U duhet pra që kjo pjesa UÇK-s t'i këtë bërë bashkë edhe klasën politike? Ushtria shërimtare, vetëm ata që dojnë me full një të pavërtet se
prej themelimit saj edhe prej doljes publiket sajna, do mënë që është vendos më quajt këtu tri shkruan, ja, po ky emër i kësaj ushtrije vullnetare gjithherë ka bo bashkim. Dhe më thonë, edhe na, edhe gjatë luftës e kemi pas popullin, qysh të regaj djese, mos të shkon popullin, nuk ishtë mujtë më bo lufta. Na jem shumë transparent këtë drejtim, edhe mendoj që ky popull e din se çka kemi bo. Ma mirë se populli jonë, vlerat tona nuk i din kërkush. Tash nëse ndëmon gjatë periudhës liris kanë lind fenomene tjera dhe targete tjera, apo kanë depërtu agenturat ndryshme, dhe më thonë, në gjdo kam ka, po të na ka pak ma shumë, është diçka tjetër. Unë po flasë edhe si luftare dhe si pjesë e organizatës, i falenderoj të gjithë ata që kanë marrë pjesë në këtë marsh, mendoj që kanë marrë pjesë jo për ta mbrojtur vetëm Mushukën, po për ta mbrojtur kombin e vet. Se pavarësisht të procesit. Besoni se ka pasur nga ato figura politike që pjesëmarrjen në marsh ta kenë shfrytzuar për pojna politik? Në gjithë, në gjithë shka bëhet, edhe në tash unë s'po du me full për politikën, se njerëzit mendojnë që se kanë mendu me qitë çdo pjesë. Po në rrasë nuk i kanë bërë deri më tash dhe dje morën pjesë, a mund të zotë edhe kështu? Një 5 protesta, dhe më thonë, që kanë qenë të organizume nga organizata. Kemi protestu në Holland, kemi protestu në Tiranë, në Shkopë, edhe në Francë. Në Strasburg, pikërisht, po. Dhe më thonë, edhe nuk kemi pasë, dhe më thonë, në i përkrahje. Dhe më thonë, po flasë organizim institucional për me tregu të vërtetën. Na dje për shembull ke edhe për vjetori pavarësisë edhe, dhe më thonë, na dje edhe